Jam në kryqëzimin që të qonë në një prej vilave më të bukura dhe më interesante të veriut të Italisë, në zonën e një prej liqeneve të rrallë italian, nuk mund të them emrin. Kjo është rruga rreth 250 metra e makinës nga hyrja kryesore. Kjo është guest house-i, pra shtëpia e miqve. Më pas vin një sër oborresh. Kjo është pjesa ku makinat rrotullohen në drejtim të parkimit ose në drejtim të vilës, në një prej vilave më të bukura. Do t'ju tregoj tani oborrin. Historia e saj është shumë interesante. Pronari i vilës është një shqiptar i cili arriti ta blej mbasi kishte dëshuar Silvio Berlusconi dhe Roman Abramovich dhe shumë personazhe tjerë, sepse pronari që kishte një njeri i cili banonte vetëm me gruan e tij dhe nuk kishte trashëgimtar, nuk donte t'ju ashiste biznesmenve të këtij lloji sipas tij. Këtu jam sërish në pjesën që po shkoj për të mbritur te vila, ja dhe flamuri shqiptar, flamuri italian dhe zviceran, sepse pronari është një shqiptar nga Zvicra, pra biznesmen shqiptar nga Zvicra. Kjo është pjesa e parë. Kjo është vila, thash një prej vilave më të rralla në të gjithë pjesën e veriut të Italisë. Ky është oborri përballë vilës, një oborr i jashtëzakonshëm. Nuk e di se sa kamera mund ta tregoj nivelin e oborrit. Shifeni. Ky është oborri, përballë është vila, një vilë e 1700-s. Unë do mundohem t'ju tregoj pjesën e oborreve fillimisht dhe pastaj do të filloj me pjesën tjetër. Janë 3 shtëpia për arsye të madhësisë tyre, pra shtëpia qendrore, pra vila qendrore dhe 2 guest house. Ndërkohë që po filloj t'ju çoj në një pjesë të oborrit. Pjesa më e bukur në fakt është pjesa këtej, që mund të çoj, atëherë po eci këtej dhe po vi nga pjesa e parë me oborrit për t'ju nxjerrë në pjesën tjetër të tij, pra në pjesën e mbrapme. Ky është një shatërvan i vogël i cili funksionon. Jam gjithmonë duke ecur në pjesën e oborrit. Vila është një prej mrekullive, është bler në vitin 2022. Këta jam në pjesën e verandës, duhet të kthehem dhe një herë mbrapsht. Kjo është pjesa e oborrit, pra këtej jam duke hyrë në pjesën e verandës vilës. Do mundohesha t'ju tregoja vilën nga pjesa më e bukur e saj, që është pjesa që të çon në liqen. Shifeni të pemë japoneze të rrallë, mbjell nga pronari i saj. Pra po e nis pak nga pjesa e pasme, dhe do t'ju çoj më mbrapa në kjo pemë, e cila është listuar si një pemë që nuk mund të pritet në Itali pa lejen e autoriteteve italiane. Kjo është pjesa e oborreve. Po eci mes për mes oborrit tani. Për t'ju çuar. Është pjesa më interesante, shifeni. Ky është oborri i krahut të majt të vilës. Nëse je në vilë, brenda, ka një rrugë kalimi në atë anë. Ky është një sistem i gjithi me palma. Ndërkohë që jam duke dalë në pjesën qendrore të vilës, ku fillojnë dhe oborret. Vila ka një pafundësi veprash arti. Shiheni. Po vazhdoj në këto oborr tej për t'ju treguar të gjithë pjesën e oborrit. Është një prej vilave që me shumë insistim një biznesmen shqiptar ndër më të njohurit në Perëndim e ka bler. Shifeni edhe pjesa e mbrapme e vilës. Pjesa e luleve, pjesa e statujeve, pjesa ku qëndrohet për jashta. Këtu vijon i gjithë kopshti deri në fund me statuje, do t'ju tregojmë pas. Edhe këtej një rrugë tjetër, statujet. Pjesa e qëndrimit. Ndërkohë kjo është pjesa që të nxjerr direkt në liqen.
Më pas do ju tregoj pistën e helikopterit dhe të gjitha, shifini çfarë gjelbërimi ka, si janë lulet. Pjesa e luleve, pemët. Nuk jap dot brenda një pjese, kështu që më detyrohem ta ndaj në disa miniseri për të parë. Shifeni se çfarë gjelbërimi ka. Ja dhe vila. Janë rreth 40 metra katror, mendohet që janë. Edhe lulet. Gjithë kë kopësht është një mini xhungël. Madje ka dhe jungle garden, i cili është i gjithë me bambu. Shiheni tani pamjen ballore, ku janë 2 statuja që zbret poshtë në këtë drejtim dhe 2 statuja që zbret poshtë në drejtimin tjetër, ku është pishina. Shiheni liqenin. Ka pjesën private të, shikojeni sërish, do ju tregoj pjesën private të pishinës dhe të varkës, dhe më pas do vijoj me pjesën tjetër. Kjo është pjesa e pishinës, e cila është e gjitha në breg të liqenit. Shifeni. Shifeni se çfarë pamje ka. E gjitha. Shifeni vetëm oborrin e vilës se sa i madh është. Pra jemi sërish në pjesën e pishinës, e cila ka një pamje thash manice. Shiheni. Deri në fund me statujet. Pishina është njëra pjesë, po tani do t'ju tregoj pak dhe pjesën kur hyn për në zonën e ndenjes, në gazebon e jashtme të pishinës. Është kjo gazebo këtu. Dhe këtej vjen një nga rrugët e tjera. Më duhet të paktën 40 minuta të tregoj vetëm oborret e jashtme, pa llogaritur brenda vilën që është një mrekulli. Shifeni. Kjo është pjesa që del, pra thash është gazebo ku qëndrohet, më pas është pishina tutje dhe vazhdon oborri. Kjo është pjesa tjetër. Këtu është pjesa e hyrjes së varkës private dhe molit privat të vilës, që unë do t'ju tregoj tani, dhe që është interesant. Shife sa vazhdon akoma. Tani po hym në pjesën e vilës ku është varka, ku mbahet varka. Është shumë e bukur. Duhet zbresësh nën tokë një kat, dhe kjo që do shihni tani është fantastike. Kjo është pjesa ku mbahet varka, një riva e shkëlqyer, e cila qëndron e mbyllur, pra duhet hapet kjo derë që ti të dalësh. Ja dhe riva varka që është e vendosur këtu, pra ke mundësinë të dalësh në për liqen të lëvizësh. Varka e vogël, ndërsa këtu ka një mol më të madh, i cili shërben në rast se do t'jetë varka më të mëdhaja, pra me kapacitet më të madh për të hipur. Pra shifeni, është kjo zonë këtu, që është zona private. Pra këtu jam në pjesën e varkës private dhe zonës private, pra që shkohet për të dalë në liqen. Tani do ngjitem prapë sipër, t'ju tregoj edhe një pjesë të këtij oborri këtej, sepse në fakt pjesa tjetër e oborrit është fantastike. Ka një kopësht japonez, pra një Japanese garden, ka një jungle garden, pra një kopësht si xhungël me banane, ka pistën e helikopterit, ka parkingun, ka 2 guest house, që janë shumë të rralla në fakt. Jam duke ecur prapë në pjesën e rivës, tani më duhet të ngjis prapë shkallën që të çon në katin e sipër. Nuk po i bëj asnjë montazh, që gjithçka të jetë origjinale, pra
si që është në realitet, për të treguar tash një nga vilat më të bukura që gjenden, e cila ka këtë histori të rrallë, që pronari i saj, një biznesmen i njohur, që s'kishte fëmijë dhe ishte në moshën 80 vjeçare, vendosi t'ia shesi një shqiptari dhe jo shumë prej personave tjerë që ja kishin kërkuar. Shiheni këtë kënd vetëm me palma. Dhe po mendoj, nëse ecim në këtë drejtim, mund të dalë prap në anën tjetër të pyllit, pra është një rrugë e gjatë që shkon në këtë drejtim. Shifeni dhe vilën ku është në kënd, që është rruga nga erdha, ose rruga tjetër, e cila është shumë e bukur, sepse është në mes të pembe, dhe duhet ecësh deri në fund, pra, në këtë rrugë. Ndërkohë po kthehem për të dalë në pjesën qendrore. Ja, ku është vila? Vila e parë, sepse janë 3 vila në fakt, një për pronarët dhe 2 po i quaj vilat e shërbimit. Dhe tani do të dalë t'ju tregoj pjesën tjetër të oborreve, që jam i sigurt që nuk i keni, do t'ju duken të pabesueshëm, sepse kam oborret, kam guest house dhe parkun e trëndafilave, dhe kam dhe vilën brenda, që është një perl, kështu që janë shumë histori, njëkohësisht shihni çfarë pamje. Ja, ku jemi sërish tash, këtu jam në pjesën e poshtme. Imagjino çfarë pamje manice që ka këtu rreth e rrotull. Tani do t'i tregoj anën tjetër të gardenve.